pejgamberve Ibrahimit a.s. Se i pari i cili u urdhrua me therë kurban, ama jo kurban të rëndam, po urdhru me therë djalin e vetë, është Ibrahimi a.s. Baba i pejgamberve. Edhe stërgjyshi i largët i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur e urdhnoi Zoti, u rrit fëmia për me ecë. Një ditë i tha gruas përgatit e djalin, edhe e mori për dorë edhe po shkon për çonte vendi i therrjes. Para mendoje, çfarë sakrifice. Nuk i tha o Zot kum sprovove kështu. O Zot po ne s'kam pas fëmijë deri në pleçni, se është sprovu, nuk ka pas fëmijë deri vonë. Pastaj pak fëmijë, jo shumë. Edhe asnjë shqetësim e mori, e përgatiti mjetin për me therë, për me prej, po e fshehi prej djalit, e qaj të vendi, kur erdhë momenti, veç me sakrifikua, Allah tha, mjafton kjo Ibrahim. E qove në vend, tha urdhin tonë. O Zotit, s'provon, aty ku të dhem, po kur sheti që për realizan, nuk të lëndan. Se sa do që ti e qënë urnën e Zotit dhe në thirë e vladin, lëndohet zemra. Pa, e ty po të dhimet kafsha po të dhimet kërë peshe aty, e le mo e vladi, edhe Zoti shka testan. Gjatë jetës, i kemë disa test, i kemë disa provime, jo që duhet pa tjetër në mera, po Allah ta qënë që ashtu, sikur Ibrahimit, a.s. që ja ka shua urnën, për e vlad, kër e qenë vend, tha jo tash. Edhe qka, ja kompenzoj me një kafsh, me një kurban, edhe kjo është tash i kemi e lashtë.